Cili është plani juaj për bujqësinë, me që bujqësia u përmend në 2 drejtime dhe natyrisht Suareka e ka shkurtimisht. Çka do të intervenoni? Është një sektor shumë i rëndësishëm në komunën e Suarekës. I kemi disa fshatra që vazhdimisht mirën me zhvillimin e bujqësisë. Pretendimet tona janë që të ndajmë buxhet 1.5 milionë euro në vit për bujqësi. Kuptohet që në rend parë bëjmë subvencionimin e qumshit të gjithë ata që kanë ferma në një. Në 2 kemi plan të ndërtojmë shtalla për bakti. Në 3 do të dajmë pajisje bujqësore, do të dajmë kemi një marrëveshje me një kompani irlandeze për ndamjen e love, do të ndihmojmë bujqësve. Ndërtimin e kanaleve të ujitjes për më ndihmu për me zhvillu bujqësinë, kuptohet edhe aty ku ke mundësi me bë edhe pjesë oazat e gjelbrune, më jodhon qytetarëve për me punu më shumë. A ka ndonjë plan se sa kushton kjo? Kem buxheti qëllimi kryesor është të ndajmë buxhet, do të mundohemi të rrisim tyrat vetanake, do të ndajmë buxhet 1.5 milionë euro vjet për bujqësi. Në vjet për bujqësi. Urdhëron zoti Berisha